Mirë mbrëma, ja ku erdhëm përsëri në emisionin, podcastin tim për të mbrojtur natyrën, Mbrënat. Dhe e fillojmë me një temë të rëndësishme që ka të bëjë me programin e qeverisë, se nuk po dëgjojmë që të flitet për programin e qeverisë as parlament as në media. Ne do flasim për atë që na intereson dhe tema kryesore që na intereson aktualisht është çështja e energjisë. Për arsye se ashtu si është programi i energjisë, ashtu do të jetë ai programi i mjedisit. Pra, është një lidhje e fortë midis energjisë dhe mjedisit, dhe kjo u pat në grup kapitullin e Gjelbër, të agjendës Gjelbër, ku tranzicioni energjetik është shumë i rëndësishëm edhe është i lidhur me çështjen e kapitullit 27 për mjedisin. Dhe për këtë, si gjithmonë, po themi tani, për çështjen e energjisë do të flasim bashk me nga të paktit ekspert që janë edhe publik, Gjergj Simaku. Gjergj, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Kënaqësi që të bashkohemi në këtë temë shumë të rëndësishme. Meqense i bie që nuk ka opozit, ideja që të bësh opozit vetes është gjë shumë e madhe. Më përpara Gjergj, doja të thoja që para se të vazhdojmë bashkë bisedën, do japim 2 lajme të shkurtra, shumë shkurt, që janë aktuale. E para që edhe ju sigurisht që e dini që 2 ditë më përpara u shpall nga UNESCO një rezervat, domethënë që padyshim është një vlerë e madhe për lumin Vjosa e UNESCO-s. Pra, është zyrtarisht tashmë është njeriu dhe biosfera, pra në UNESCO është një lajm jashtëzakonisht i rëndësishëm, u dha pak nga autoritetet kjo edhe nga përfaqësuesja e UNESCO-s, zonja Kadare, dhe padyshim që është lajm shumë i rëndësishëm që ka të bëjë shumë edhe me zhvillimin ekonomik të qëndrueshëm në të ardhmen, përveç se mbrojtjes mjedisit dhe vlerës së lartë që ka si pasuri natyrore, ku renditet në 785 pasurit e ekosistemeve në shkallë botërore. Kjo është një vlerë e jashtëzakonshme, mjedisore dhe ekonomike, që do të ndihmojë padyshim edhe në zhvillimin e ekonomisë. Për këtë do flasim edhe pak fare në fund të emisionit, dhe kaq është lajmi që ta amplifikojmë sa të jetë e mundur. Dhe lajmi tjetër është që jo lajm i mirë, ky ishte për Vjosën, tani lajm jo i mirë është ndërtimi i një 58 katshi dhe më shumë, pikërisht poshtë digës liqenit artificial në Tiranë. Dhe kjo është një vendimarrje e gabuar dhe është e kundërshtuar, do të thoshe unë, edhe vite më përpara, 15 vjet përpara, kur u vua ajo tabela aty për ato kullat që janë ngritur aty poshtë liqenit nga oligarku Bashkim Ulaj, dhe në këtë kohë unë kujtoj që veç angazhimit të shumë të rinjve për ta kundërshtuar dhe shoqërinë civile në atë kohë për të kundërshtuar këto ndërtime, pati edhe një vlerësim nga Komiteti i Digave të Shqipërisë për ta kundërshtuar këtë ndërtim poshtë digës së liqenit, kryesisht për arsye sigurie. Dhe kjo është më e fuqishme tani, ku mendohet të ngrihet kjo bina e madhe këtu, edhe me 6 kate, 9 dhe, kështu me radhë, është vërtet një shkallë rrezikshmërie, jo e vogël, dhe kam parasysh nuk është vetëm opinion personal, por është një vlerësim i autoriteteve që janë marrë me digët në Shqipëri, dhe ne kemi autoritete shumë përgatitur në këtë drejtim. Kjo është një digë e thjeshtë me dhe të ngjeshur dhe është një gabim i madh. Por ana tjetër është që pse duhet kjo godinë e jashtëzakonshme këtu, që
natyrisht do të ishte shumë më mirë nëse aty të kishte një park apo një terren për të luajtur fëmijët që mungon, apo një hapësirë e gjelbër e shtuar, për arsye se janë kafshuar kaq shumë hapësira gjelbër edhe rreth parkut, edhe kjo do të ishte vërtet një zgjidhje tjetër shumë më e mirë se sa të ndërtohet një kull e cila ka gjitha ato pasojë dhe të mërshme që ka Tirana, që po vuan në këtë drejtim, në aspektin edhe të ndodhjes mjedisit, edhe të një stresi social të jashtëzakonshëm që po ushtrohet si rrjedhoj e këtyre ndërtimeve të larta në këtë qytet të vogël. Kaq për këtë lajm dhe kalojmë në diskutim e Gjergjin për programin e qeverisë. Pyetja është direkte, Gjergj, si ti sigurisht që e ke parë në programin, nuk mund ta anashkalohet kjo. Duhet komentin tënd për këtë program të qeverisë për aspektin e energjisë. Tani ajo çka dua të them unë është që ky program në themel ka një gabim të rëndë që normalisht njerëzit nuk e kuptojnë, lidhur me vizionin për energjinë. Kur në vitin 2018 u shpall strategjia ose vizioni 2030, sigurisht që viti 2030 do të na gjente ne me një konsum të paktën 54.4% të prodhimit energjetik si energji e rinovueshme, pra do të konsumonim energji të pastër. Dhe pjesa tjetër do të ishte pjesa e naftës dhe që kryesisht shkon për transportin. Unë shoh që vizioni këtu është shtremëruar në kuptimin që Shqipëria ka një vizion për eksportin neto të energjisë rinovueshme, çka do të thotë që në një të ardhme të afërt Shqipëria kthehet në një eksportuese, dhe kjo le mbrapa dhe nuk parashikon atë çka duhet konsumuar. Nëse flasim në këtë formë, atëherë për mendimin tim jemi në rrugën e gabuar, se do të thotë që burimet financiare, tokën dhe kryesisht solarët do të jenë në duar të privatëve, të cilët do të shkojnë në tregun e lirë, dhe sigurisht në tregun e lirë ata do të gjejnë tregje më të shtrenjta për të shitur energjinë e rinovueshme që mund të prodhohet në Shqipëri. Kjo histori është një histori që nuk ka filluar sot, ka shumë kohë që është po elaborohet, sidomos në 6 mujorin e fundit është artikuluar për të parë. Unë mbaj mend se ka një kontradikt shumë të madhe midis prodhimit të energjisë elektrike, riskut për thatësirën dhe prodhimit të energjisë nga panelet fotovoltaike, çka përbënte atë që është e quajtur më parë strategjia e diversifikimit, por duke parë si strategji diversifikimi, duket sikur ne nuk po bëjmë gjë tjetër veç se po instalojmë panele diellore, çka do të thotë që ne po diversifikojmë prodhimin. Tjetër gjë se ku shkon ky prodhim. Kështu që unë, me thënë të drejtën, mbetem dyshues lidhur me këtë fakt. Dhe aq më tepër mbetem pak, si thua, zëmërthyer në kuptimin se si mund të kalojnë këto gjëra thjesht në rrafshin politik dhe pa u konsultuar me konsulent ndërkombëtar, bile edhe me Bashkimin Evropian. Nuk e kuptoj domethënë se si Bashkimi Evropian e ka pranuar këtë gjë, por kam shumë shpresë se në planin e klimës së energjisë, të cilët ne kemi bërë një, personalisht unë kam marrë pjesë, i kam bërë një revizion të qartë, duke thënë se plani që doli paracakohesh për të bërë gati për aprovim nuk e përballonte këtë situatë për cilën u fola në fillim të bisedës, çka do të thotë
nuk parashikonte konsumin e 54.4% të energjisë brenda vendit, por përkundrazi tani dalim me tezën për të eksportuar energji të rinovueshme. Pra, ne do punojmë për llogaritë të tjerëve, të cilët në targetin e tyre do ta shfrytëzojnë energji të rinovueshme, do blenë energji të pastër dhe në fund fare të historisë do na shesin ne energjinë fosile e cila do ta uli shumë keq atë pritshmërinë ose targetin ose objektivin e vitit të 2030 për 54.4% energji të rinovueshme. Çfarë do thoshe? Gjergji, të lutem, një ndërhyrje të vogël, jam plotësisht dakord me gjitha këto që the dhe ti i ke thënë këto në mënyrë të vazhdueshme, po unë doja të shpreh një moment pozitiv, do të thoshja, në këtë program, në objektivin që ka të bëjë me edhe me këtë angazhim të madh për të përshpejtuar hyrjen e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, ku në objektiv të energjisë, aty edhe ndoshta e paraqet në regjia këtë pjesë të energjisë që kemi bërë screenshot aty, që objektivi për këtë pjesë të qeverisë, nuk e di çfarë duhet, po. Objektivi është pikërisht që eksportimi neto, eksportues neto, ndryshe nga ç'është deri tani, që nuk ka pasur një prapashtesë eksportues neto nga burimet e rinovueshme, është e shkruar aty, domethënë nuk ka qenë më përpara nga burimet e rinovueshme, pra ti mund të ishe eksportues edhe duke prodhuar energji fosile dhe të ishe neto eksportues, kurse tani thot nga burimet e rinovueshme. Por kjo ka një por që shpjegohet më poshtë, duke thënë që do të ketë edhe fosile tjera, apo jo? Po. Kjo është e vërtet. Unë tani mbetem strategjikisht i qartë, për arsye sepse e njoh mirë atë strategji që vendi, Shqipëria, ka nevojë për një backup. Domethënë ka nevojë për një termocentral me gaz, i cili 100 megawatt janë vendosur, që është teci i Vlorës, i cili duhet urgjentisht të riparohet, pra të bëhet me gaz. E dyta, urgjenca e tecit Vlorës, Gjergji, ka zgjatur shumë, që nga 2009, pra nuk është më urgjenca jo, ajo unë mendoj çik ndryshe nga ty për këtë gjë. Ne duhet ta, domethënë, duhet të kemi një zgjidhje më inteligjente. Atëherë, strategjia ka qenë në vitin 2018. Në vitin 2018, me lejo të them, që ne ishim të varur vetëm nga hidrot. Dhe që varësia jonë nga hidrot të binte, duhet që në bazën e sistemit të kishim një prodhim të vazhdueshëm gjatë gjithë vitit me termocentral. Dhe kjo është krejtësisht normale. Termocentralin e zgjodhëm që të ishte me gaz dhe nga llogaritë të atyre viteve, por, dhe kjo duhet ajustuar, por, nga llogaritë të atyre viteve ne tentonim të ishim rreth 13 gigawatt. Imagjinoni në vitin 2018 ne kërkonim rreth 13 terawatt, terawatt. Kur ne sot prodhojmë 8 dhe konsumojmë 7.5. Kjo flet shumë për arsye sepse llogaritjet ose parashikimet e vitit 2018 tashmë bien. Dhe nuk mund të qëndrojmë më ke ajo strategji që kishim. Dhe këtë gjë duhet ta kryente plani i klimës dhe energjisë, i cili duhet të ajustonte nevojat përkundrejt konsumit të energjisë, nevoja që kanë të bëjnë drejt për drejt me zhvillimin e vendit. Në atë kohë mendoj se do të zhvillohej industria, do të kishim zhvillime të tjera të nivelit ekonomik, por siç duket vendi ynë ra vetëm në nivelin e turizmit, apo jo, dhe në nivelin e shërbimeve, çka nuk kërkon intensitet të lartë energjetik. Pra, ato llogaritje, pra termocentrale dhe tjera, duhen parë pikërisht me këtë sy. Por,
ne nuk kemi ndonjë strategji tjetër. Nuk kemi ndonjë përditësim të strategjisë. Pavarësisht se vendimi i Këshillit Ministral për strategjitë thotë se duhet të rishikohet në çdo 3 vjet dhe nuk është ripar ndonjëherë. Domethënë jam plotësisht i bindur dhe jam dëshmitar për këtë çështje. Dhe kjo e bën problemin pastaj politik. Nuk ka më ekspert që marrin pjesë në llogaritjet e parashikimeve të konsumit. Tani unë po e them qartë që parashikimi i konsumit për vitin 2030 nuk do t'i kaloj 9 terawatt. Dhe sikur vendi jon të bëj një skyrock zhvillim, pra zhvillim të menjëhershëm. Pse e them këtë? Për arsye sepse rrjeti jon nuk transmeton dot më shumë energji. Ai duhet të riparuar nga e para dhe duhet përforcuar me qëllim që të shmangë humbjet, sepse edhe në programin e qeverisë flitet për humbjet. Pra në prodhimin e energjisë elektrike duhet tregohemi shumë të kujdesshëm. Dhe pse duhet tregohemi shumë të kujdesshëm? Që ne të ndërtojmë kapacitete prodhuese fotovoltaike, aty ku rrjeti e përballon pra një energji krejtësisht të shpërndar dhe jo të përqendruar siç janë hidrocentralet, siç janë termocentralet. Më kupton? Dhe që të bësh gjithë të rillogaritje është një punë jashtëzakonisht e madhe dhe po i afrohemi vitit 2026. Imagjinoni ju dot se ne do të zhvillojmë konsumin e energjisë edhe më shumë. Imagjinoni dot se në vitin 2018 mendonim se popullsia do rritej në 2.800.000, në fakt ajo ra në 2.400.000. Këto janë rillogaritjet dhe rishikimet që duhen bërë. Por praktikisht sot ne konsumojmë 7.5 terawatt-orë dhe me zhvillimet e ardhshme ne duhet konsumojmë më shumë, po ku? Në çdo drejtim, se këta njerëz do jenë, nuk do vinë nga ana që të konsumojnë energjinë apo kullat që do rinë bosh. Nuk do ndodh kjo gjë, jo. Ta kesh të qartë këtë gjë. Nuk do vinë kompanitë të mëdha dhe të shtrohen këtu edhe të konsumojnë energjitë e kullave. Harrojeni këtë histori. Kjo është histori Dubai, ku 40% e kullave janë bosh. Pra, unë mendoj që ne të vim në një zhvillim energjetik duhen shumë komponente të merren në konsiderat, të cilat të japin një rezultat të qartë të konsumit të energjisë. Po praktikisht Shqipëria do të jetë ke 8-9 terawatt, nga të cilat 1 terawatt do të humbas në rrjet për shkak të humbjeve, nëse rrjeti nuk riformatohet dhe nuk shton kapacitetet e veta në sidomos në drejtim të shpërndarjes, jo në drejtim të transmetimit. Dhe po ta shikoni atë programin e qeverisë, ajo që është më shumë abuzive, dhe unë e quaj abuzive, është që përmes matjes smart, do të ulet në 12% nga 17-18 që është sot, 12% humbjet. Si do përfitohen këto 5-6% humbje përmes matjes? Domethënë, ti ke një dorë të vdekur, të cilën i ve një sahat Rolex, pra i ve një matës në dorë për të matur rrafjet e zemrës. Kjo i rrit apo i redukton humbjet? Matja nuk redukton humbjet, është një gafë e rëndë, për ta thënë. Matja është matje në terminal, pra në fund te konsumatori. Çka shkon ke konsumatori? Historia ndodh nga gjeneruesi derisa energjia shkon te konsumatori. Dhe kjo gjë në Shqipëri nuk është bërë. Pra nëpërmjet matjes, matja është abuzive. Matcat smart janë abuzive, është thjesht për të marrë një informacion lidhur me matjen dhe për mendimin tim një seri të madhe matesh duhet të ndryshojnë. Por këto nuk çojnë në reduktimin e humbjeve. Këto mund të çojnë në reduktimin e humbjeve jo teknike, pra të vjedhjeve, dhe menaxhim të mirë të situatës të konsumit të energjisë, por jo në reduktimin e humbjeve, si humbje teknike që ka sot rrjeti, dhe si humbje kapacitive që ka sot rrjeti. Pra, e gjykuar në syrin e një eksperti, programi i qeverisë është thjesht një program politik i bërë nga jurist, nga njerëz që nuk marrin vesh, dhe nga njerëz të cilët kanë shkuar atje për të kaluar një 2-3 vjeç dhe për të bërë më tutje deputete kështu me radhë. Nuk ka lidhje kjo
me teknikat e menaxhimit dhe me teknikat që lidhen me strategjitë e zhvillimit të energjisë. Absolutisht ky program. Aty ka doja të bëja unë një koment gjithashtu, edhe unë e kam lexuar me shumë vëmendje këtë program për energjinë, dhe siç thash në fillim, vërtet më bëri përshtypje pozitive fakti që slogani i famshëm net eksportues neto në 2030 kishte mbrapa pikërisht atë fjalën nga burimet e rinovueshme, nga energjia e rinovueshme. Mirë po, kjo është thelbi dhe kryesore thuhet në program, por po të shikosh pjesën më mbrapa, ky thelb bie, pra nuk është e vërtetë që ne do të jemi eksportues neto vetëm nga burimet e rinovueshme, për arsye se aty renditen disa vepra fosile, duke filluar nga ajo që ishte që u habita totalisht, nuk e di çfarë komenti ke ti, që ky termocentrali i Bangladeshit tani do bëhet me gaz, domethënë, kjo ishte ajo gjë që ishte edhe për qeshur realisht. Ishte vërtet për qeshur. Po që do bënte ty tece tjera mblor 250 megawatt, edhe do bënte gazifikimi i Korçës, e gjitha këto, pra kjo ishte një nonsens i madh me objektivin kryesor që ishte në parantezë në program. Dhe këtu dua të bëj edhe një, nuk e di si mund ta si do interpretohet. Ju referova diellës, inteligjencës artificiale, dhe pyeta, a ka ndonjë kontradikt në këtë programin e qeverisë për energjinë? Dhe përgjigja, nuk e di nëse regjia e jep, përgjigja ishte fantastike, domethënë e kontradiktës, që po, ka një kontradiktë të thellë, dhe pikërisht kjo kontradiktë është në këtë që sapo elaboruam, në kuptimin që po, qëllimi është burimet e rinovueshme dhe pastaj renditen të gjitha këto që duhen bërë, edhe që në fakt edhe mund të bëhen, po unë besoj shumë që kjo është politike, domethënë për arsye se Lavdosh e kisha pjesën e tretë për ta thënë, dhe nuk duroj dot pa e thënë. Pikërisht, ndërtimi këtyre termocentraleve, po të bësh llogaritjet, këto ndërtimi termocentrale me gaz nga Azerbajxhani, se aty është qëllimi i madh. Korça është një majë gjilpëre për konsumin nga Azerbajxhani, por termocentralet janë diçka që duhen marrë në konsiderat. 250 mega, 170 ai i Roskovecit, shto që mund të ndodhë në i budallëk në Korçë, kështu me radhë, të gjitha këto janë që energjia fosile të prodhohet me energji të pastër nga gazi, që nuk është energji e pastër, është energji fosile, dhe këtu i hidhet hi syve gjithë shkencëtarëve që ka ky vend, sepse nuk ka mbetur njeri që të kuptojë këtë gjë. Unë e kam diskutuar me ca njerëz, thotë çfarë të keqe ka, edhe rinë shikojnë kështu, a thua ti se gazi është një gjë që nuk është fosile, edhe të mund ty ju jepni leksione, në leksione si ndani impiantët me gaz, fosile thonë ato. Atëherë është fosile s'është? Është ose është. Dhe më bën përshtypje që ndërtimi gjithë këtyre kapaciteteve të cilat mund të ndërtohen shumë shpejt, nuk çfarë do bëjnë në radhë të parë? Kjo do shtyjë mundësinë që shteti dhe hidrocentrale dhe energjinë nga hidrocentralet dhe tëra këto fotovoltaikët privat ti marrin të çojnë në Itali një ditë duke ndërtuar dhe kabllin në New York. Kjo është totalisht e turpshme. Dhe kjo është një gjë që duhet denoncuar në mënyrë të qartë. Për arsye sepse është turpi energjetikës shqiptare të ndodhi një histori si kjo. Po kjo bie në kontradiktë edhe me kapitullin 27 për mjedisin, që duhen reduktuar emisionet, që duhet paksuar ndotja, të gjitha këto elementë këtu tani shtohen. Pra, është një nonsens i madh, po le të shpresojmë që ngelet ai objektivi kryesor dhe bien të gjitha këto të tjerët, se ndryshe do të jetë një... Jo, unë gjykoj kështu. Mendoj ditën që ne do të fillojmë të mbyllim negociatat e këtij kapitulli të fundit. Dhe jo ky kapitulli energjia dhe klima e lënë të fundit, për arsye sepse shtyn më tepër faktori politik për të hyrë Shqipëria në Europë. Nuk është se Europa na bën një soft control,
i cili ka mundësi që t'i gjej këto gjëra që flitet. Pra, unë pres që zyrtarët europian ta kuptojnë që gjërat po shkojnë gabim, që qeverit po shkojnë në drejtimin jo të dur, në kuptimin politik të fjalës dhe në kuptimin real të zhvillimit të strategjive për klimën dhe energjinë. Ndoshta e shikojnë Shqipërinë e vogël, e thonë asë nuk bën ndonjë dëm të madh, edhe bura, ai ta zem, ikën popullata ta zem me fotovoltaik, edhe kështu me radhë. Pra, jam totalisht i ofenduar, si ofendim në kuptimin e profesionit që kam, për të arritur te konkluzioni, ore, kjo ministri, ka njerëz që dëgjon apo nuk dëgjojnë fare? Ka ndonjë që ulet bën llogarit atje, apo kanë shkuar vetëm jurista të cilët rinë me gojë hapur kur bën llogaritë matematike? Nuk s'arrit ta kuptoj dot këtë histori. Kjo është vërtet gjëja shqetësuese, që po nga ana tjetër, shqetësues. Po le të shpresojmë Bashkimin Evropian, atëherë duhet luftuar, për këtë pjesë duhet luftuar. Po, ne kemi luftuar edhe Bashkimi Evropian, unë mendoj që nuk është indiferent për këto gjëra, ata sigurisht kanë informacion, unë ti e di shumë mirë që komuniteti i energjisë, ku edhe ti personalisht ka dhënë një kontribut shumë të madh me draftin që ju kërkua atyre, ata po analizojnë realisht sipas marrëveshjes ndërkombëtare, pikërisht çështjen e tecit Roskovecit. Pra, nuk është se janë të pa informuar, edhe ne si shoqëri civile i kemi informuar edhe me burimet, me kanalet tona, dhe ne do ta vazhdojmë betejën për këtë çështje aq forca sa kemi, që Shqipëria të shkojë në drejtime e dur. Nga ana tjetër ka dhe një element shumë të rëndësishëm, se nëse Shqipëria, domethënë, realizon ato objektivin kryesor, pra që të jetë eksportues nesër, po edhe po që eksportues, rëndësi ka që sigurojmë 100% konsumin këtu, se nuk duhet siç e bukur e trajtohet ti të jemi eksportues edhe të krijojmë një ndotje masive këtu në vend, edhe një shkatrim total, dhe pikërisht për një ambicie të kësaj natyre që është nonsens i madh. Dhe ne do të angazhohemi për ta kundërshtuar këtë, dhe nga ana tjetër qeveria dhe populli shqiptar dhe e ardhmja është shumë më mirë nëse ne orientohemi vërtet që tani për në këtë shpërthim të madh që kanë energjitë e rinovueshme, edhe pam story që ishte pozitive, për shembull kjo që do bëhet në hidrocentral, pra akumulohet më shumë energji, apo edhe Kosova kishte një lajm sot që e ndigjova, që domethënë do të krijojë mundësi për rezervën e energjisë, e kështu me radhë. Pra gjithë këto teknologji shpërthyese që ka bota sot, edhe ne të kthehemi 100 vjet mbrapa, është një nonsens i madh. Nga ana tjetër, nëse jemi 100% me burime të rinovueshme, Shqipëria ka edhe një target interesant nga pikpamja e të qenurit një avangard në Europë në këtë drejtim, edhe ne do japim kontributin ton për këtë gjë. Nuk e di nëse ke ndonjë gjë të fundit, ndonjë merak? Unë merak nuk kam, por jo, meraku im është ky, domethënë që unë besoj shumë te teknologjia, dhe besoj se jemi në një periudhë ku politika po mundet nga teknologjia po avancon, do dëgjohen më shumë inxhinierët dhe teknologjia se sa politikanët, dhe do bjerë garda e vjetër e politikanëve që mendojnë fitimet dhe nuk mendojnë të ardhmen e popujve të tyre, çka është shumë e rëndësishme për mendimin tim. Unë, Gjergji, kemi bërë bashkë disa biseda, ka qenë një lloj dueti kështu, domethënë me ne të dy, po që nganjëherë edhe pak njerëz arrit të japin një lloj rezultati në këto zhvillimet e mëdha që po ndodhin në këtë vendin ton. Ne pa dyshim, duam apo s'duam, do të jemi prapë bashkë në një kohë të dytë, kur të shohim çfarë reagimi do të ketë. Dhe mendoj që ta mbyllim këtë emision sot bashkë, dhe të takohemi në shumë shpejt, besoj, në një reagim tjetër, se mendoj që do të ketë një lloj një diskutimi, se mungon totalisht një diskutim për këtë çështje, siç po bëjmë ne. Duhet bërë më i gjerë këtë diskutim, dhe kështu që
mendoj që do të jemi prap në këtë lojë aktiv. Ndërkohë, para se të mbyll këtë emision, do doja të bëja prap një koment për Vjosën e mrekullueshme, që tashmë është pjesë e UNESCO-s dhe duke qenë në këtë nivel të lartë, domethënë e vlerësuar, Lumi Vjosa nuk mund të mos lëm pa përmendur edhe kontributin e shoqërisë civile të fuqishëm që është bërë në më shumë se 10 vjet për këtë lum dhe mendoj që është dhe një nga arritjet edhe të shoqërisë civile, madje të shoqërisë civile kryesisht se fatmirësisht shteti arriti që të bindet, po këtu duhet të thënë që është edhe një ndërhyrje e fuqishme ndërkombëtare, pra një dashamirësi, jo dashamirësi, po një nevojë e institucioneve serioze ndërkombëtare për mbrojtjen e mjedisit dhe të planetit që u aktivizuan në këtë çështje. Dhe këtë do doja që regjia të na japi një nga videot që goxha virale u bë pikërisht e lidhur me Lumin Vjosa për të kujtuar pak edhe një betejë të gjallë që është bërë nga shoqëria civile për mbrojtjen e Vjosës dhe që arritëm në këtë ditë sot që u shpall nga UNESCO si rezervat i shumë i rëndësishëm, njeriu dhe biosfera është vërtet një program mjaft i rëndësishëm edhe për ekonominë, përveç se mjedisin në Shqipëri. Atëherë regjia mund të japi në vazhdim këtë video dhe Gjergji, natën e mirë dhe shihemi së shpejti. Natën e mirë. Jetë mirë. There's countless ways to feel alive in Albania, and this should be on top of your list. Welcome to Vjosa Valley. Some might know Vjosa as the last wild big river of Europe, some as the queen of Europe's rivers. But not many know it's also home to countless wild and epic adventures, waiting for you to experience them. Let me show you. Hundreds of kilometers of water flowing throughout Vjosa Valley, free for millions of years. But alongside its beauty, you can also find epic canyons and villages. You can hike through them or sleep in its traditional guest houses. You can experience the river's strong, untamed water through rafting. You can refresh yourself next to it during summer, or you can warm yourself in thermal waters overseeing it. And how about having a picnic right next to an ancient city while looking at the most breathtaking view of Vjosa? This is gorgeous! But wait. Today, I want to tell you about one of the lesser-known parts of Vjosa. Zagaria. Picture this for a moment. A place where you can ride along thrilling and spectacular trails. You can do off-roading! You can discover and walk through its rich history and culture. This bridge, more than 300 years old. This church dates back to the 16th century. You can climb a mountain and have this epic view of the river. A place where you can camp under billions of stars during the summer or stay in the warm cabins during cold winter nights. And wake up to the most epic view. Not this one, this. You can do it all of this and all in one place. And well, you can truly feel alive all throughout Vjosa. So, if you want to feel alive while experiencing this beautiful region, it's also important we keep it alive. This is what Zagaria's future, a natural park, could look like.
oil exploitation, and beyond that, deforestation, waste, dam constructions, and more threats need to be stopped. Vjosa needs a strong protection now. And we're never gonna stop demanding that. So spread the word, share this video, it makes a difference. And go explore Vjosa. It has so much more to show you.